Prizmës. Gjithmonë kur vjen data 20 janar, unë përkujtoj dhe kam shumë të drejtë që kujtoj fillimin e shtetit shqiptar. Me të vërtetë që 28 nëntori i vitit 1912 është data e madhe e pavarësisë së Shqipërisë, por ama shteti shqiptar ishte ende shumë larg. Ende shumë larg për të njohur dhe për të funksionuar. Nuk ka funksionuar kurrë në mënyrë të qartë, pastaj me mosnjohjen edhe mos begenisjen e fuqitë e mëdha, sabotimin shpeshherë, krijimin e principatës të vidit, guvernatoriatet e ndryshme derisa vim në Kongresin e Lushnjës, i cili dha fund kësaj lodhje të jashtëzakonshme dhe përpjekjeve të mëdha të patriotëve, në atë kohë ishin bashkë, në atë kohë ishte bashkë Zogu me Gurakuqin, Sulejman Derdina dhe Noli ishin jashtëzakonisht bashkë të gjithë për të zgjidhur problemin një herë për gjithmonë, për të dhënë fund qeverisë Durrësit të Esat Pashës, për t'ia marrë bile edhe dokumentacionin dhe për të krijuar shtetin e parë modern shqiptar. Kongresi i Lushnjës është nga kryeveprat e mëdha, e cila duhet të ishte data e dytë themelore e shtetit shqiptar. Në Kongresin e Lushnjës edhe me 20 janarin, është mbledhur me 21, po me 21 ne tash e kemi kthyer në zhargonin e madh të 21 janarit dhe vrasjesve në bulevard, po nga data 20 deri me datën 30 përcaktohet shteti shqiptar, ndërtohet konstitucioni, ndërtohet asambleja e parë e shtetit shqiptar, nga ku dalin edhe njerëzit kryesor, ka një sër e emrash, janë emra të mëdhenj të asaj kohe, dhe Sotir Peci, Koço Kota. E shumë të tjerë, të cilët sigurisht i bëjnë nder krijimit të atij që konsiderohet shteti i parë modern shqiptar. E kujtojmë me shumë nder, me shumë respekt. Dhe sigurisht kjo është detyra jone. Kanë lënë pak në hije, sepse aty na pas ka marrë pjesë, e kanë lënë që në diktaturë, na pas ka marrë pjesë Zogu, e pastaj që ka marrë pjesë Zogu, çfarë do të thonë që ka marrë pjesë Zogu? Shteti shqiptar aty ka lindur në Lushnjë, në Kongresin e Lushnjës, është caktuar Tirana kryeqytet dhe ka marrë dorë. Dhe pikërisht atë shtet kanë njohur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Britania, Franca, shtetet e mëdha të botës. Atë shtet kanë njohur, pikërisht atë shtet. Respekt për Kongresin e Lushnjës, respekt për krijimin e shtetit të parë modern shqiptar. Kjo ishte e para. E dyta është majmunëria dhe demenca e jashtëzakonshme e atyre që pasojnë Sali Berishën në foltoret e famshme, foltorizmi i Sali Berishës. Nxjerrin njerëz të cilët janë problemi madh etik, moral, filozofik, ndonjëherë edhe psikologjik. Njëri prej tyre thoshte këto fjalë. Prandaj unë i kërkoj administratës sot të re të zotit Trump të mbaj përgjegjësitë e veta për këtë popull. 2 milion që s'po e bën dot të ngrej kokën. Dhe kjo vjen edhe për arsye të qytetarëve amerikanë, si është George Soros, ai është qytetar amerikan dhe ai, presidenti Soshëm, ka përgjegjësinë e vet ta dënojë atë njeri se ka ardhur këtu, ka sabotuar dhe e ka rjep këtë popull, e ka vjedhur këtë popull, e ka shpërbër këtë popull, e ka prish arsimin, ka prish kulturën, dore aty. Pra, ke Partia Demokratike po kërkohet llogari të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe presidentit Trump të mbaten përgjegjësi për Shqipërinë. Dikur Ariana Kalaja kërkonte që të rrethonte ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kërkonte ta rrethonte. Kurse ky kërkon që presidenti Trump, Shtetet Bashkuara të Amerikës të marrin përgjegjësi për Shqipërinë. Imagjinoj tash se ku ka degraduar partia e Sali Berishës. Çfarë ka ndodhur dhe kush është degradi, po kjo vjen nga që janë në themel tyre antiperëndimor, anti-amerikan. Fshihen në të vërtetë mezi shpresin rastin që të shprehen edhe të nxjerrin gëlbazën e tyre, yndyrën e tyre të shelbur nga goja kundra perëndimit, kundra demokracisë, kundra
Shtetet Bashkuara të Amerikës, në përgjithësi kundër demokracive. Janë modeli i Sali Berishës, i cili sigurisht pret edhe zjerë. Dhe aty janë gjithë duart trokasin. Ai flet marrëzira, ta duart trokasin poshtë. E shohin veten me me. Sigur janë më të zgjuar, por në fakt janë më keq se sa ai që ka dalë atje. Është merr. Kjo është partia që i ka mbetur doktorit famshëm. Është partia e turizmos. Po të shkonin në Tiranë, këto ditë që kanë qenë, dhe të kaloni nga Shqyupi, kështu i thonë, ose nga selia e Partisë Demokratike, mund të kishit vënë një poster gigantesk sa fasada e pikërisht Shqyupit, i Shqyupit, me Sali Berishën, me dy gisha të lartë, me atë pardesyn e bardhë, emblem, sidomos ato pardesyt e bardha janë emblem fantastike e njerëzve të dizenjuar nga ish komiteti qendror, nga ish presidenti dhe ish sekretari i parë i komiteti qendror Ramiz Alia, për t'i ruajtur pasigurimi i shtetit, për t'i ruajtur dhe për t'i dalluar në vitet 1990, pikërisht në dhjetorin e janarin e aty vitit, kur themelohesh dhe kur duhet dilte partia e parë opozitare. Kur ishte vendosur nga komunistat shqiptar, nga ato antarët Liverdisë dhe nga rryma e famshme e atyre komunistave që kishin kuptuar edhe në aparatin e Komitetit Qendror, në byroën politike që nuk mund të vazhdohesh më. Dhe pikërisht kjo është një foto, poster i madh të selia e Partisë Demokratike. Dhe sot bëra një shkrim. Në fakt, shfrytëzova rastin për të marrë një video nga një mik që i kishte hedhur. As në Komitetin Qendror nuk ka pasur një poster tillë Enver Hoxha. Sigurisht që kishte gjithkund në çdo tabel emulacioni, rroft shoku Enver, rroft Komiteti Qendror i Partisë Punës Shqipërisë me shokun Enver Hoxha në krye. Kudo, në kooperativë, në punë, në shkolla, në reparte ushtarake, në zyra, nëse fotografinë Enver Hoxha, po një poster i tillë i madh, Enver Hoxha nuk mund ta lejonte në Komitetin Qendror, sepse sigurisht do t'i jepte të drejtën pastaj, të gjithëve të mendonin se aty jo vetëm që ka servila, jo vetëm që ka njerëz të hurit e të litarit, mediokritet politik, po të një peshe dhe rëndësie të tillë të madhe, sa fynte dhe inteligjencën të cënuar edhe folk bolshevike dhe të asaj kohe. Por këta që janë sot në Partinë Demokratike, ky nuk është më faj një plaku 83 vjeçar, i cili sigurisht ato pak mend që i kanë mbetur nga një kohë gjatë si militant politik që në 1968, kur u bë antar i Partisë Punës Shqipërisë, ose komunistave, të ashtu quajtur komunista shqiptar, njerëz të diktaturës proletariatit edhe njerëz të hurit e të litarit, që u egzageruan më keq se sa në Bashkimin Sovjetik ose gati edhe Simkin, duke shkatruar pron, religjion, duke shkatruar moral, për të ngritur moralin e tyre idiot, i cili pse i fiaskon të gjitha drejtimet, la popullin e vet pa hangër, e futin në burg e internoi komplet si shoqëri. Burgjet edhe kampet e përqendrimit kishin shumë të qelbura në Shqipëri, po ishte gjithë Shqipëria e tillë. Ishte një burg edhe një kamp i madh përqendrimi. Dhe ai nuk e guxoi të vendoste një poster të tillë të madh. Nuk e guxoi, nuk e synoi këtë, sepse fynte inteligjencën marksist-leniniste, ashtu quajtur marksist-leniniste të tij. Nuk mund ta lejonte dot. Kishte, po ju them pra, kishte statuja, kishte ato të ngritura të bronzit edhe më vonë që u ngritën, por në atë kohë zakonisht kishim një bust të tij të Odise Paskalit, një bust që bëhet zakonisht nga mermeri ose nga po themi derë dhe shnallëqi, edhe ai bust ishte. Kishte në një poster tek tuk, që zinte sipërfaqe, jo me Enverin me dorë lart, po një poster tillë që të zinte
komplet sipërfaqen e Komiteti Qendror me fotografinë e Enver Hoxhës, kjo nuk është guxuar dhe nuk është realizuar dhe nuk është lejuar as në kohën e Enver Hoxhës, as mas kohës e Enver Hoxhës. Nuk është lejuar në aparatin e Komitetit Qendror. Sepse është një turp, sigurisht. Është një turp të një mungese morale të jashtëzakonshëm politik. Nuk e lejonin në vende të tjera, po jo aty. Në Partinë Demokratike të sotme, të gjithat pjesë të majmunatit aty, të turpshëm, e bëjnë. Mirë po kjo më vërteton akoma më tepër, sepse jo në bordin e paqes, Edi Rama, dhe këtë kam shkruar nga Donald Trump. Kur këta kishin përgatitur arrestimin edhe burgosin në Amerikë, ose nga Trumpi të Edi Ramës. Po sikur të vinë dhe baron Trump, i biri i vogël i Trumpit, në bordin e tij të paqes, Edi Rama, po t'jetë si Sali Berisha, nuk e lëshon pushtetin deri në 83 vjeç. Imagjino tash, kur një njeri i tillë i çon lejon posterin në sipërfaqe, në fasadën e asaj që e kanë marrë edhe padrejtisht atë shqupin. Çfarë mund bëj ky njeri? Sepse pikërisht këtë kërkon. Atë ka streja vërfnore e Sali Berishës dhe familjes tij. Sali Berisha atë do. E ka të familjes, e di për të familjes, e ka kullën e tij. Atë vigjidolit e ka harruar, e ka aty, se aty mund ta çoj posterin sa të duhet. Jo, ka këtë shqupin. As shpinë e vet, as shpinë e Argitës, as shpinë e Shkëlzenit, as shpinë as kërkujt, as njeri Berishës. Atë ka shtëpi. Dhe aty duhet ngritur, sigurisht, nga patronazhistët e tij, ka më patronazhist se sa till majmunat, një majmunat i jashtëzakonshëm ky, që i çon një poster till, një njeriu till në kohë demokracie në 2026. Me masi të tillë, me një delir të tillë, të shfrenuar. Me po ja që i ka Partia Demokratike e Sali Berishës. Tashin atë Seli nuk mund të hynë demokratët. Hynë vetëm patronazhistët e Sali Berishës. Njerëzit e shërbimit të degraduar, imoral dhe amoral, në Partinë e Sali Berishës. Të merë. Pjesët tjetër që desha të diskutoj. Nuk keni pasur mundësi, ose edhe kur e keni pasur mundësi, nuk i keni edhe rëndësi. Po sot duhet me edhe rëndësi gjithë këtë zhurmë që po bëhet për ta parë Groenlandën nga poli i veriut sipër, vertikalisht sipër. Sepse bëjnë fjalë një historinë. Në fakt, në rrjetin tim Facebook, botova dhe historinë e Groenlandës. Dhe është historia e Groenlandës dhe lidhja me Danimarkën është çështje kolonizimi. Pjesë kolonie e cila në momentet moderne, sidomos pas vite 50, merr edhe disa firma të cilat janë të tilla. Nuk dua të mbroj Trumpin në këtë interes, por është çështje kolonie, e cila pastaj kthehet në çështje demokracie kur kalojnë vite dhe sigurisht ajo pjesë e atyre banorëve që quhen autokton, mbase u leverdis që jetojnë mirë ashtu siç jetojnë. Problemi i madh është interesi midis fuqive të mëdha që është për polin e veriut, dhe prandaj ju them që shikoheni nga sipër. Për të parë distancën, sidomos nga Kanada dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe nga Rusia, e cila vjen anash gjithkohë. Dhe Danimarkën e vogël në cep aty. Duket edhe Norvegjia e madhe, po është sipërfaqja e madhe, banorët janë pak. Dhe Danimarka është e vogël fare. Në këtë pikë, të gjithë kur shohin, jo se justifikojnë presidentin Trump, por kuptojnë qartë, duke kuptuar edhe pasurinë dhe gjeostrategjinë në cilën ekziston ishulli i madh arktik, që është Groenlanda. I nuk, në fakt janë ata, Groenland ka mbet nga kolonialiteti i tyre, për të marrë vesh se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se e kanë me Trumpin këtë histori dhe këtë kërkesë, e kanë me të gjithë presidentët e tjerë. Ky thjesht bën zhurmën e madhe. Është natyra e tij që ta kërkojë në këtë mes, sepse do që atë pjesë të Amerikës e cila është sfumuar nga fuqitë e reja, sigurisht do t'i sfidoj
Në fuqitë e reja që kanë, nuk është vetëm Rusia dhe Kina. Janë shumë fuqi të reja. Në polin arktik, pikërisht në afërsitë saj, do që ta bëj domen vetën, edhe sigurisht nuk ka filozofi, nuk ka histori që i mush mendin se Danimarka mund të jetë pjesa e cila ruan Groenlandën, edhe nga interesat mëdha të tjera, të cilat Trump i shet pastaj politikisht, siç është Rusia, Kina, shumë elemente të tjera. Gjeostrategjikisht, sigurisht, pikërisht për ta parë nga sipër, kuptohet qartë pse e gjithë kjo zhurmë e madhe. Por ama kuptohet qartë edhe diçka tjetër, që këtu tash nuk kemi të bëjmë me një siguri të natës. Dhe këtë desha të them. Në këtë pikë, me të vërtet që NATO-ja ka marrë një goditje të jashtëzakonshme dhe mbase një ditë Shqipërisë do t'i duhet maj dhe qëndrim. Nëse punët shkojnë kështu, sidomos Macron në fund të mandatit ti po bën të fortin. Nëse punët në një farë mënyrë shkojnë në një ndarje të tillë kaq të ashpër dhe interesash por dhe ekonomie, do të jetë në një vështirësi të madhe bota, jo vetëm bota perëndimore, po e gjithë bota. Por ajo që është për të evidentuar është raporti tashmë shumë përmys, shumë i diskutueshëm i administratës së re amerikane me Bashkimin Evropian, me vende kryesore të Bashkimit Evropian, bile edhe me një vend mik fantastik, jo në Bashkimin Evropian, siç është Britania e Madhe, që normalisht ka laboristët në pushtet, jo konservatorët. Dhe dyshimi i madh për dy element të cilët kanë lidhur shumë fort perëndimin. Po kur them perëndimin euro-atlantik. E dini kur thohet fjala euro-atlantik, tash pothuaj s'ka kuptim më. Se presidenti Trump, administrata e tij, në përgjithësi vjen dyshime shumë të mëdha, bile nga kanë edhe një pathos neveritës edhe urrejtës, si për Bashkimin Evropian dhe për përdorimin e NATO-s. Në dyshime jashtëzakonisht të mëdha për fondet, në dyshime për armatosin, nëse i dalin zot vetes apo si dalin zot vetit, për territorin që mbrojnë, për shërbimet që bëjnë, dhe njëkohësisht për burokracinë e Brukselit, për BE-n si funksion, e sidomos për BE-n, Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe presidenti Trump janë në mënyrë decisive, jo vetëm kundra, por në përdorim të një armiqësie të dukshme, të qartë, sepse nuk po kërcënohen shumë vende të tjera të botës që janë jashtë sferave të NATO-s dhe euro-atlantizmit, po themi në përgjithësi, se sa vetë këto vende. Se si do shkojë. Realisht është shumë e vështirë ta shohësh sepse vetë presidenti Trump është i paparashikueshëm. A ka gjithçka gabim apo ka gjithçka të drejtë? Është e pamundur që një njeri të ketë të gjitha gabim ose të gjitha të drejta. Sigurisht është pjesë e gabimeve dhe të drejtave. A ka të drejtë që në një farë mënyre Groenlanda nuk mund të qëndrojë më një pjesë aty që ka vetëm aku dhe dëbor në ari dhe ato njerëzit aty. Sigurisht është për të diskutuar. A diskutojnë me njëri tjetrin, a zgjidhin gjë me njëri tjetrin. Kam pak frikë sepse me mënyrën që është formuar Evropa dhe diskursin që bën, me vonesat që ka, me burokracinë e jashtme, nuk do të merret vesh kurrë me presidentin Trump, i cili sigurisht i shikon gjërat në mënyrë të çuditshme, por gjithmonë në interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe për të zgjidhur. Këtyre ju pret koha. Ashtu si kundër ishte, siç e tham, edhe më qartë, bordin që po ndërton. Bordi i paqes është dukshëm qartë një organizëm i cili do të sfidojë Kombet e Bashkuara. Dhe po të pyesësh mua sot çfarë janë Kombet e Bashkuara? Kombet e Bashkuara janë një marrëzi burokratike e cila nuk zgjidh asgjë. Konsumon, po nuk zgjidh asgjë. Nuk ndalon asnjë luftë. Nuk bën asgjë, merr disa vendime të cilat nuk i zbaton askush dhe ka vite që nuk i zbaton askush, si për mirë, si për keq. Prandaj në këtë pikë tash, si t'ju them, si të ketë drejt, si mos të ketë drejt presidenti Trump, praktikisht ai ka një të drejtë madhe.
janë mekanizmat të cilët nuk funksionojnë. Për të nuk funksionon as NATO, për të nuk funksionon as Bashkimi Evropian, ose funksionojnë keq. Për të nuk funksionon absolutisht, megjithëse ka marrë para shumë të mëdha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk mund të bësh politika kundra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga shumë shtete atje, dhe ai të jep para. Këtë tash nuk do ta kisha lejuar as unë as kërkush tjetër që ka dy mend në krye. E kanë lejuar deri tani amerikan, por s'kan mend që ta lirojnë më. Pra kemi strategji të plota dhe të qarta dhe në këto pika duhet pa dhe problemi mëse i Groenlandës e bordeve e gjëra të tilla. Administrata Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nuk janë të pajtueshëm dhe kompatibël me tre element botëror të rëndësishëm. Nacionet Unite, domethënë Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian në mënyrë decizive dhe NATO-n si pasojë e gjeostrategjisë dhe sigurisht sundimit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po lëshimit në të cilat pastaj ka shkuar puna deri aty ku nuk mban më. Është kputur pe. Tre element që janë shumë të vështira për të zgjidhur në kohën e sotme. Dakord miqtë e mi?